Në Bozovsк të Tetovës u zhvillua manifestimi tradicional Karnevalit Ilire, në shenjë të përfundimit të dimrit dhe fillimit të stinës së verës në bazë të traditës sovjetër pagane ilire. Para të pranishmëve performuan 10 banor të malësisë me maska dhe veshje karakteristike. Ajo që e bën të veçantë këtë vit janë trenuset që u bën pjesë e performancave të karnevaleve. Do të shohin trenuse, pastaj do të shohin ilirët pellazgët që ka patur ka qenë si mjet luftarak që kundërshtarit më përpara ja ka hedhur hirin, pastaj ja ka sulmuar. Ky është viti i 9 i karnevaleve që siç thon mbajti gjallë traditën dhe zakonet e popullit ton. Këto karnevale filluan të organizohen pas një periudhe të gjatë ndërprerje nga viti 1981 deri në vitin 2009. Unë personalisht jam tepër i kënaqur, jam i gëzuar që nëpërmjet të këtij manifestimi u demonstrua lehtësia jonë. Ky është një manifestim i cili ka të bëjë me vlerat shumë të rëndësishme historike. Karnevalet janë një formë tradicionale e festimit tek shqiptarët kalimin e një stine në stinën tjetër. E veçanta e karnevaleve ilire të Sharrit, sipas tyre është mënyra origjinale e organizimit që nuk ka kurrfarë ndikimi apo ngjashmërie me karnevalet që zhvillohen në trevat e tjera shqiptare.